Unë më lejo që t'ja bëj një rend kronologjik situatës për ta shtruar debatin paktën. E bëri zonja Gjigjo shumë mirë, po ndoshta nuk e Jo, unë din. e kam në aspektin gazetares, se çfarë ka ndodhur nga e hëna deri ditën e sotme, sepse unë problemin kryesor e shoh dikun tjetër përveç se Bajram Bega. Edhe është një institucion tjetër që duhet të ishte në mbledhje sonte. Me datën 29 shtatorja Erion Velian kimon vendimin e Këshillit të Ministrave. Unë i bëj një pyetje gjykatës kushtetuese zyrtare, pa të ditë, dhe e pyes që a konsiderohet e pezulluar vendimi i Këshillit të Ministrave. Gjykata kushtetuese më kthen përgjigje ditën e djeshme dhe ishte kjo përgjigja. Gjykata ka bërë publikimin e regjistrimit të kërkesës. Shpallja është e barazvlefshme me njoftimin publik. Pra, sepse shumica fatkeqësisht shumë e kanë marrë vetëm përgjigjen pa ditur kontekstin e pyetjes. Pra pyetja ka qenë shumë e qartë. A pezullohet vendimi i Këshillit të Ministrave? Dhe nga kjo pyetje ka lind përgjigja. Pra, nga kjo përgjigje unë s'mora vesh asgjë. Dhe gjykata kushtetuese e la të evazive, dhe unë ripyeta gjykatën kushtetuese me kërkesë zyrtare. Të lutem, a mund të më përgjigjeni shprehimisht se jeni gjykatë kushtetuese? Është i pezulluar vendimi? Paralelisht edhe vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës? Po, pastaj. Për pezullimin e punës së vendimeve të gjykata kushtetuese, pasi unë ripyeta, më tha që nuk kemi më koment. Pra, unë mendoj që problemi ka nisë